Faktikisht jeni në një gjendje të mjerueshme. Vi nga një familje e cila ka lind, kështu, e ka pas aktivizëm GDK-s. Babi jam ka qenë vazhdimisht, kështu, krah i GDK-s. Po e keni rrugën bja shumë keqe, shumica e juj ka shkel edhe mbi gjakun e veprimtarëve të vrarë, e ka posë njëjtit. Ai kryetarit të cilin të se di a e ki as e ki kryetar, dhe i cili vazhdimisht e ka kriju një dronë të nivellit tjetër, po fatkeqësisht e kemi pa që edhe në nivel lokal, edhe në nivel qendror, lloqet e partive, nivel lokal të opozitës e nivel qendror të opozitës e ka kriju një blok të përbashkët, në cilin qytetari besoj e ka shumë të thjeshtë në zgjedhje dashme me vendos a këne a ne. Kolegë që GDK-s i gjos shumë me reflektu, fatkeqësisht. Faktikisht jeni në një gjendje të mjerueshme. Vi nga një familje e cila ka lind, kështu, e ka pas aktivizëm GDK-s. Babi jam ka qenë vazhdimisht, kështu, krah i GDK-s. Po e keni rrugën bja shumë keqe, shumica e juj ka shkel edhe mbi gjakun e veprimtarëve të vrarë, e ka posë njëjtit. Në rastet e tëre keni bu marrëveshje për me shit shtetin me trajtu popullit, jo se keni hupi dinjitetin. Jo, s'fonojse. A ka mundësi ju lutem për qetësi? Le t'i kryjmë një ditashën e vetë, a kryjme? Na jemi këto për me votu partjen. Uroj që kryetari reflekton mbi kërkesën e kolegut Reqita që buxhetin me kalu te mandatarët e ri, ndërsa konkret këtë çështje reflekton shumë mirë edhe raporti auditorit përgjithshëm, i cili është raporti më skandalozë që ndonjëherë e kemi parë në një qeverisje komunale. Përveç kësaj na nuk i ikim debatit as vërtetës. Faleminderit, Kriera, faleminderit edhe kryve. S'ka debate mo, ka përfundu. Ju lutem, ju peni s'ka. As berat lao, në kam kryve. Ju lutem e gjia t'jetë gati për votim që ati dhe shumë. Nëse do amin, nuk në do përgjishtë, nëse do me zërë së në shi. A ka mundë si ju lutem